Çfarë do të thotë marrëveshja e nënshkruar mes Shqipërisë, Kosovës dhe Kroacisë në fushën e sigurisë dhe a është ky një paralajmërim për një rrezik të mundshëm nga ana e Serbisë në të ardhmen, duke qenë se edhe vetë Beogradi është tërbuar, po të themi në një farë mënyre, nga nënshkrimi i kësaj marrëveshje? Është shumë e rëndësishme, kam drejtën. Marrëveshja e tillë trepalshe Kroaci, Shqipëri, Kosovë është deklaratë e një memorandumi. Tash në definim a është aleancë, është thirr të thuhet, a është partneritet strategjik, nuk është partneritet strategjik. Janë 3 shtete të cilat 2 nga ato janë anëtare të NATO-s, njëra që është Kosova ka apetite për të hyrë sa më shpejt në NATO, por mund të them një deklaratë e tillë është jashtëzakonisht interesante dhe nënkupton 4 pika të cilët janë paraqitur në tekstin origjinal, që ka të bëj, do thotë, prej bashkëpunimit ushtarak në lamin e industrisë së mbrojtjes, stërvitjes dhe trajnimeve të tyre, dhënies së informacioneve, luftën, do thotë, kundër dezinformatave dhe apo që si quhet tash luftën speciale, luftën hibride, të kenë një qasje edhe një bashkëpunim të ngushtë mes tyre. Po plus atë që është më rëndësi për Kosovën, antarësimin e Kosovës, ose hyrjen në partneritetin përposhtë me NATO, do thotë hapat e tillë dhe programin aksional për antarësim në NATO. Mendoj që sepse partneriteti strategjik nuk kupton po që se një vend sulmohet obligon edhe 2 vende tjera të hyjnë në luftë në rast të një sulmi. Këtë nuk e kem. E kem, mund të them, është një deklaratë politike e cila mund të them në aspektin e parafrimit të 3 shteteve dhe qëllimeve dhe interesave të 3 shteteve janë prafërsisht të njëjtë. Dhe kjo mendoj që në një farë mënyrë ka alarmuar të Serbia që po lidhet pakti kroato-shqiptar në rrethin e ciklit antiserb të tyre, historikisht do thotë tentohet që Serbia të futet nën kthjetrat dhe nën aleanca të ndryshme të cilat në rast lufte mund të kanoset ekzistenca serbe, edhe kështu broskullat të cilat mendoj që nuk kanë bojnë me realitetin. Edhe pse u përflit këto 2 ditë që Serbia mund ta krijojnë një marrëveshje të tillë, një deklaratë me Hungari. Do thotë do të kemi tash lëvizje të tilla të cilat mendoj që në të ardhmen ku do të jetë Bullgaria, Rumania, pastaj ku vendet komplet Ballkani, pa i ndarë Ballkanin perëndimor, lindor dhe jugor, ku do të jetë Greqia e kështu me radhë. Por mendoj që e rëndësishme është që Kosova në këtë situatë ka nevojë për bashkëpunim bilateral, për shumë arsye të proceseve të cilat të thotë nuk është anëtare NATO-s. Dhe to bashkëpunimet në aspektin ushtarak që mund të krijohen me shtete veç e veç kanë një rëndësi jashtëzakonisht të madhe. Dhe e para është që goditja ju ka bë botës serbe. Sepse vitin e kaluar në qershor ka qenë ai takimi i famshëm i botës serbe përfaqësuesve serb nga Bosnia, Malizi, Kosova dhe gjithë. Dhe tëra kjo ka pruar Serbin që se bota serbe ka prekur edhe Kroacinë, edhe Bosnjën, edhe ne shqiptarëve. Dhe këtu mendoj që ajo forma dhe trekanshi i arritjes trilaterale a bashkëpunimit Kosovë, Shqipëri, Kroaci ka rëndësi të madhe. Në aspektin mendoj të asaj që në rast rreziku të një lufte a do të ndërhyjë pala tjetër, meqense me Shqipërinë o diçka tjetër, ne duhet të kemi një bashkëpunim dhe një lidhje mund të them strategjike dhe ekstra Kosovë-Shqipëri, që në rast goditje të njërit vend automatikisht në luftin edhe pala tjetër, do thotë është mase normale. Këtu mendoj që këtë drejtim kemi pangesje, duhet jetë një koordinim i tillë, mund të them një bashkëpunim, një dokument i tillë strategjik, i nënshkruar nga të 2 palët, sepse fundi fundit është koha. Dhe mendoj që kjo do të arritë edhe të japë edhe një sinjal që shqiptarët më të vërtet në rast lufte dhe kanosje kanë një unitet të përbashkët dhe të përgjigjen bashkarisht me të gjitha forcat që e tyre. Por më rëndësi është që Kosova dhe Shqipëria të krijojnë konturat për riforcimin dhe
armatosjen e kapaciteteve të tyre ushtarake dhe të gjitha gjinit. Jo vetëm në infanteri, komisari, që do thot ose forcat e motorizuara, por të kemi edhe në nivel të ngritur që nënkupton edhe ato të sistemeve raketore, mbrojtjes kundërajrore, aviacionit dhe gjitha elementet me të cilat sepse sot bota ka arritur të shkojë në sistemin e tillë që dronet po paraqiten si shumë efikas dhe mendoj që në këtë drejtim duhet të kemi paralele edhe në Ballkan, në raportet, edhe pse Shqipëria dhe Kosova kanë një raport dhe bashkëpunim ushtarak edhe me Republikën e Turqisë. Mirë, po këtu duhet të synohet që kjo të arrihet në aspektin asaj që nënkupton marrëveshje strategjike. Sidomos kish me qenë fati i madh që Kosova të arrijë një marrëveshje të tillë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Si e shikoni rolin e Turqisë në rajonin e Ballkanit, teksa vendi po përballet me protesta pas arrestimit të kryebashkiakut të Stambollit? Ndërkohë një takim mes Mitsotakisit dhe Erdoganit pothuajse është shtyr dhe nuk pritet të mbahet së shpejti. Çfarë po ndodh në këtë rast dhe si mund të shtrihet ndikimi i Turqisë më tej në rajonin e Ballkanit dhe si mund të jenë raportet me Greqinë, duke qenë se dy vendet kanë pasur edhe përplasje të shpeshta pavarësisht se janë dy vende anëtare të NATO-s? Me Greqinë, zoti Quku kanë problemet, do thot, të kahershme, sidomos me pjesën mesdhevlidor, edhe për burimet energjetike, por edhe gjithë, mund të them, ata ishuj që afrohen të zona turke. Mendoj që asmeria e tillë turko-greke mund të shpërthej, mund të varet nga lëvizjet e ndryshme që ndodhin në real politikën dhe gjeopolitikën e sotshme botërore. Dhe takimi Mitsotakis Erdogan besoj që për shumë arsye edhe të problematikave të brendshme në Turqi. Do thotë Ekrem Imamoglu, lideri i CHP-s, i partisë tradicionale qysh formuar në vitin 1923, partisë mund të quajtë liderit të tyre shpirtëror, Kemal Atatürkut. Mund të them që ka pasur një goditje kjo parti dhe ky lider, nga se ajo që flitet për nga antikorrupsioni turk, mund të them i organëve të tyre që kanë bërë ndjekje korrupsioni i tillë dhe ato 11 çanta të mëdha me lek, lira turke apo miliona dollar nuk i dhanë shijet e mirë. Mendoj që nuk gjithë turbulencat e brendshme që sot edhe kësaj dite tash edhe mbrëmje ke protestat të tilla duke parë edhe mediumet turke. Mendoj që nuk rrezohet dhe nuk rrezikohet Erdogani. Erdogani s'është rrezikuar as me Putin e 16-s në një farë mënyre.